Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Personazhe në Fokus. Sot kemi një të ftuar të veçantë, një emër që ndërthur dijen, letërsinë dhe angazhimin kombëtar. Një jetë të tërë në shërbim të fjalës së shkruar, arsimimit dhe lirisë. Nga bankat e shkollës, si mësues e drejtues, deri tek angazhimi në momentet vendimtare të historisë së Kosovës. Një rrëfim për jetën, sfidat, letërsinë dhe idealet pikërisht në këtë emision. Ne sot jemi në shtetin e Kosovës. Me mua i ftuar doktor profesor Ragip Gjoshi. Do të thosha në një frazë të bukur, zoti Gjoshi, pasi vetë dhe unë jam Ndriçim Gjoshi dhe pikërisht jetoj në Republikën e Shqipërisë dhe ju jetoni në Kosovë. A ka të bëj kjo lidhje midis fisit Gjoshve, para se ne të kalojmë të pyetjet tona dhe për të bërë prezantimin tënd? Ne që të dy jetojmë në Shqipëri. Shqipëria është e tëra, na përgjysmon dhe na cupton të tjerët, sepse Shqipëria është një dhe e vetme, dhe kështu duhet të jetë. Besoj se në Bashkimin Evropian do të jemi bashkë. Të falenderoj që pranuat të jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Dhe ju falenderoj kjo ditë së bashku dhe ky emision të jetë gjithçka për audiencën e emisionit Personazhe në Fokus. Faleminderit të ju dhe televizionit tuaj për konsideratën dhe vlerësimin tuaj. Kalojmë tek ato pyetjet tona një pas njëshme, ashtu si çdo kohë emisioni Personazhe çdo javë sjell personazhe të ndryshëm apo të ftuar special që sjellin jetën e tyre dhe ndajnë çdo gjë me shikuesit e këtij emisioni për të qenë dhe ju këtë të shtunë pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Zoti Gjoshi, jeta juaj është përkushtuar si një rrugtim në shërbim të dijes, fjalës dhe lirisë. Si do ta përkurizoni vetë ju këtë rrugtim kaq të gjatë? Ju hatë shtegun e shtektimeve të mia me këto fjalë tuaja, sepse fillimisht dua të them se ju jeni në mesin e Kosovës, me zemrën e Kosovës, në emblemen e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës në Drenicë. Drenica një territor nga 115 fshatra, një territor kryengritës për herë gjatë historisë, që në fund i dha vullin e lirisë Kosovës me kushtrimin e Adem Jasharit dhe Jasharave të tjerë. Dhe shtektimin tim, edhe për dijen, edhe për kontributin adhetar, edhe për gjitha e mora mësova këtu, sepse ne ishim të etur për gjitha këto shtigje. Ishim të etur për dije sepse ishim të privuar nga dija dhe shkolla për kohë të gjatë. Këtu për di që libri shqip, këtu shkolla shqipe vehin në ndry. Dhe ne për dallim nga ju që keni shtet 100 vjet para nesh, do më dhejtën të ne erdhi një qizme e re një ripushtim. Dhe shkolla dhe shkronja shqipe ishin të ndaluara. Për të mësuar një nxënës shqiptar në Kosovë, duhej që të mëson të gjuhën sëbërkrate fillimisht dhe si kur në qerë dhe kur shkojnë në kopsht të fëmijët dhe me pastaj asë me vllajën e vetë nuk ka guxu të komunikon gjuhën shqipe në shkollë para daskallit, para mësuesit. Kjo ka qenë gjendja e dijes, por kam pas fatin të lindin në një familje adhetare që 7 breza kanë qenë të vrarë nga Serbi në qendresë të vazhdueshme, duke filluar nga lidhja shqiptare për Zrenit kur bjen Hyseni Abdyli Gjoshajve, pastaj gjyshim Marat Gjoshi, pastaj agjallarët e mi Hoxh Osmani, Izet Gjoshi, Hajdini e të tjerë, të cilët vazhdimisht kundërshtuar pushtimin. Në kullën e Marat Gjoshit, Marat Hamzës, unë si fëmijë kam mësuar nga rafsodët, kam mësuar nga dietarët, nga urtakët, sepse Drenica është e njohur si territor Drenicë e dijes, e këngës, e urtësisë, pra se ka pas pleqë në zë, e këngës dhe e pushkës. Këto 3 elemente ka qenë ngërshet lidhur në personalitetin tim. Dhe fillimisht kam garant mas shkollës, sepse në Kosovë, derisa në vitin 1941 Ernest Koliçi e hapi një dritare me afër 700 mësues, fillimisht 150 më të tje, solli shkollën shqipe, ndonse ishim edhe atëherë të pushtuar, po për Kosovën ishte çlirim. Ato 3 vjet, 30 Shqipni, të vjetrit tanë na kanë thonë se
kjo ishte Shqipnia, për arsye se u leju në simbolet kombëtare, u leju arsimin gjuhën shqipe, që vazhdoi edhe mas 45-s, ndonse ishte ideologjikisht i huaj, ndonse përmbajtet edhe historinë, kemi mësuar historinë e Serbëve, kemi pas temin që në gjatë e tetër, mas demonstratave gjatë e tetës, nuk kemi pas në shkollë me program histori kombëtare. Është mësuar historia huaj, sepse jemi trajtu si pakic. Kështu që gjitha këto vështirësi kanë lënë gjurmën për suverenitetin tim. Etja për dije ishte për arsye se unë fshatin tim të lindjes kanë qenë vetëm 5 vjet shkollë. Pjesën tjetër kam kryer në Komaran. Kam pas për ditë 4 kilometër në një ndërtim, 4 tjetër në këmbë udhëtimin. Po megjithatë kam qenë me vullnet qelikt. Dashuria ndaj librit ka qenë tepër madhe. Kam pas fat të kem disa mësues që janë poet mesin e tyre. Unë shikoj se kam që u vëzhgoj në mënyrën që ju komunikoni drejt për thënë. Unë shikoj dhe kjo bibliotekë kaq modeste, po kaq e madhe që i kanë ngjeshur librat aq shumë me njëri tjetrin, sa të gjithë këto janë librat që zoti Rakib i ka kaluar në dorë. Jo vetëm këto, unë kam shpletuar dhe kaluar edhe shumë librat e tjera në bibliotekat e shkollave, bibliotekën kombëtare dhe bibliotekat e tjera të rëndësishme, si dhe kam shfletuar edhe dokumentacione për arkivat e ndryshme të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë e tjera. Unë kurreshtjen për dije, kurreshtjen për shfletuar dhe për ndriçuar, hedhur dritë mbi misterit e skaluarës sonë nuk e kam ndalë asnjëherë. Deshta të vazhdoj atje te shkollimi, sepse duke parë të rëndësishëm arsimimin, sepse arsimimi edhe për mu një dedikim në këtë libër e kam thënë se gjithë mësimdhënëst e Kosovës për mua janë dedikimin e kinë fillim, janë regretues të brezit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, janë general për mua, sepse pasi iluminizëm, ajo ka qenë lindje kombëtare, sidomos mas demonstratave gjatë të tetës, sepse në 45, gjatë e 6 deri sa është rrëzuar njeri i dytë mas Titos në Kosovë, ka qenë dhunë, ka qenë terror, ka pas vrasje, ka pas persekutime. Aty ka filluar një frymëmarrje pak a shumë më e madhe dhe kjo është reflektuar në arsim në tekste shkollore, në programin shkollor, në ardhin e profesorëve nga Shqipëria për të ligjëruar në Kosovë, hapjen sadokudo pak dritë nga shteti am, pavarësisht ideologjisë, është shfrytzuar mrekullueshëm dhe është bani ngritjeve dijes kombëtare. Dhe gjithë kjo i ka parapri luftës lëvizme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë te shkollimi dhe ishta të them se kam pas aspirat të bëhem mjek, por baba im ka qenë kamgurs që unë bëhem mësues, sepse mësuesi ka qenë shumë i respektuar dhe i çmuar. Dhe unë kam viju fillimisht shkollën e mesme normale, që ka qenë e formatit normales Elbasanit, një shkollë të 5 vjeçare atëherë, pedagogjike, dhe në moshën 18 vjeçare kam marrë ditarin dhe kam hyrë në klasë, kam dhënë mësim, nxënësit e mi kanë pas vetëm 2 vjet dallim, ata 16-18. Dhe pa ndërprerje nga puna kam studiuar vazhdimisht. Kam mbaruar 2 fakultete, kam mbaruar 2 mastere, kam mbaruar 2 doktorata. Dhe edhe sot e kësaj dite në këtë moshë nuk nalëm nga botimi. Profesor doktor Rakib Gjoshi, të tërë kështojnë. Pa shiqo, tash mas luftës të në drejten, nga njerë kërkoj ndjes, po dua them se dëgërditshme duken edhe titujt kur sheh njeri u disa njerë që nuk kanë i organ për të ambuluar me dije atë që kanë arritë. Letra nuk është proporcion shpesh se letra është një dokument, ne kemi po një shkrimtar të mrekullueshëm, një Rifat Kukaj këtu, vetëm shkollën e mesme normale ka pas, po mbi 100 libra ka të mrekullueshëm i ka. Do të thotë shkolla. Jo gjithçka është letra, gjithçka është dija. Natyrisht. Besoj se gjithçka është dija. Për të kaluar te pjesa e librit, shkrimet, dorëshkrimet tuaja, titujt tuaj, si ka ndikuar familja brenda kësaj? Përshkutimi i familjes, unë babën e kam pas burgosur politik me gjithë familjen, derisa Axha im Izeti ka qenë kundërshtar me armë në dorë i sistemit monest dhe i sistemit komunist. Pra, ka qenë pjesëtar i lëvizjes nacional demokratike në atë kohë dhe është rezistencë me armë në dorë e sistemit e instaluar nga lindja. Do thotë ai ka parandje se ne do të ripushtohemi dhe ka thënë se sërish po vi kanë Karaxherxhevisht dhe nuk ka, edhe pse kanë një familje më kambur me 120 hektar tokë, 7 shtëpi çiftçini ju kanë thënë atëherë, do thotë ka qenë një familje kullake siç i kanë thënë edhe te ju, por nuk ka pajtuar robërinë dhe gjitha këtu kanë lënë mbres te unë që spaku
të flas artistikisht, edhe atëherë kur nuk kam guxu nga sistemi të shprehem, unë kam botu në për gjitha revistat e kohës, pak ma hermetike me figura stilistike që të iki të bishnoj ndjekjeve, sepse dhe libri ishte ndjekur vazhdimisht vazhdoj edhe mas luftës së dytë botërore. Kisha një tradit në familje, agja im që shkollohej në Gjakov për hoxh, kishte kaluar dhe shpesh kufirin për Shqipëri dhe ishte lidh me hoxh Kadriun në Komitetin për Kosovën, për mbrojtjen e Kosovës në Shkodër dhe kishte sjellur shpesh libra abetare sidomos dhe ka shpërnda. Dhe ajo ka bërë që ai të përgosën të helmohet në burgun e Prishtinës. Do të thotë të gjitha këto kanë lënë vrag në shpirtin tim dhe sot unë sillem me mshtillem titujt e veprave të mia, të gjitha kanë të bëjnë me atë dheun, me rezistencën, me krajatat e këtij kombi që ka kaluar ke pjesë e kombit. Si ka ndikuar vendlindja juaj, Flamurasi e Drenicës, në formimin tuaj si njeri dhe si krijues, ose shkrimet e juaja? A janë pjesë e kësaj jetës suaj të përditshme, aty ku ju keni lindur pikërisht këtu ku ne jemi sot? Pikërisht shumë nga titujt e poezive të mia, po edhe tematikës tjetër, sepse unë edhe zhanra tjera i kom prek, vinë nga pejsazhi i fshatit Sankovc. Ish Sankovc tash Flamuras. Flamurasi ka një traditë të veçantë, cilët e ja ku kushtu edhe një monografi të begatshme për periudhën 2000 vjeçare të gjitha vëllezërive që jetojnë aty në mesin e tyre dhe vëllezërisë Gjoshi që ka ardhur fillimisht nga Lura, nga e bukur e liqeve të Lurës atje. Sa të liqen të Lurës? Po. Mos para zoti Gjoshi tani i bie 2 gjosh në një emision. Prejardhja jon, pavarësisht se fisi Gjoshi një jetë në Shqipëri, një jetë në Kosovë, brenda një shteti. Natyrisht. Si jemi të shpërndar? Një fjalë të vogël nëse të preva pak. Jo. Se janë të kurioze ta dikte, monografitë e një fisi. Përkundër shpërndarjes që nga Lura është shpërndar sidomos në pjesën e Shqipërisë të mesme, në Belsh, edhe ato fshatra përreth aty, është i shtrirë fisi Gjoshi shumë dhe jo rastësisht Sami Frashi ka propozuar që të jetë kryeqyteti i Shqipërisë, Belshi. Për shkak jo vetëm të bukurisë, po për shkak edhe të bukurisë së mendjes së njerëzve të atij vendi. Pra, është thonë kjo, ka një pjesë e tyre që jetojnë edhe në Gjakov, kështu ka një shtrirje gjeografike. Ka ndikuar gjë vetëm lindja ku ju keni jetuar me pjesën e të shkruar dhe formimit tuaj si krijues? Po, edhe pse them, për arsye se nga Flamurasi, nga koha e lidhjes shqiptare për Zërinit, kur ranë me Çavushin e Mbretit duke luftuar Hyseni Avdylit, të cilët i këndohen këngë folklori, pastaj vjen Hoxh Avdia me axhen tem dhe me Sokol Ibrahimin, të cilët e kundërshtuan socializmin, pastaj vjen Fazli Geçifi, simboli flamurit kombëtari, mësuesi i cili është përsekutuar dhe mbytur me dajak në burgun e Prishtinës. Gjitha këto mund kujtohet kur erdhi nga varrimi i Fazliut, baba thash, pse babe e kanë vrarë mësuesin Fazli? Tha, e kanë vrarë se ka shkruar vjersha për lirinë. Dhe sa herë kam shqiptu fjalën liri, me ka shku mendja tek ky mësues i fshatit, mësues patriot, i cili ka qenë bashkë me Kjo ka qenë piknisja juaj të pjesë e letërsisë dhe shkrimit? Natyrisht, ai ka qenë një poet shumë i mirë, por fati që në një moshë tepër të re, në 64-ën, pra e kanë shkëfutur nga krimtaria letrare, ja kemi ribotuar familja bashkë me që shok vepra në ndërshkrim që e ka lënë, por megjithatë gjitha këto kanë lënë vrag, pra qendresa e këtij fshati të Drenicës jugore, pra duke filluar nga luftat që janë bërë kundër turqëve, nga luftat kaçake, nga betejët e tjera të rëndësishme, pra kanë ndikuar në formimin tim advetar dhe e kam parë, e kam ndje fjalën e Iz Boletinit, Bajram Curit, Hasan Prishtinës, Haxhi Zekës, të cilët kanë qenë miq të kullës së gjyshit tim dhe ajo është reflektuar në shpirtin tim poetik. Dhe tani artistikisht i kam rikujtu gjitha këto dhe i kam rithënë duke o veshur edhe petkun e fshatit. A ishte e vështirë të arsimoshin ato vitet? Ku në këtë tokë ishin jo më vetë shqiptarët, po ishin serbët ata që bënin, vendosin edhe përcaktonin njerëzit që këtë ishin proslav apo shqiptarë që këta nuk do jenë të shkruajnë gjuhën shqipe,
po të përskutohesh ashtu si ju diskutohet më larg. Cili ishte vështirësia më e madhe? Vështirësia më e madhe ishte pikërisht për gjinin femërore, për femrat shqiptare të cilat ishin të privuara nga shkollimi mesëm, sidomos sepse shkollimi fillor ishte obliguar, dhe kjo ndikoi që tepër vonë të depërtoj emancipimi i femrës në Kosovë. Ndërkaq sa i përket ne ishim të përcjellur, sfiruar nga sistemi i atëhershëm, nga sigurimi, dhe e vështirë ishte që të regjistroheshim në shkollë elitore. Unë në vitin 70 jam regjistruar në shkollën normale të Prishtinës, është një shkollë mjaft elitore që ka pas gjitha profesorë që janë për universitete publike dhe private në Kosovë, kanë qenë mësimdhënës në atë shkollë. Dhe kjo tregon se çfarë peshe ka pas kjo shkollë, ka pas bibliotekë të pasur, ka pas në atë kohë edhe kabinete, dhe ne konviktin, unë jam rrit në konvikt si fëmijë, kam shku 14 vjeçar dhe ka qenë një jetë, po ka qenë e vështirë me shku gjithë sepse pozita materiale shqiptarëve edhe papunësia ishte madhe. Në këtë fshatin tim, me 160 shtëpi, kanë qenë ja 4-5 mësues dhe 2 persona punësuan në Gjermani. Papunësia ka qenë e madhe dhe falë punës në bujqësi dhe blegëtorisë së familja jonë derivon e ka pas daluar shkollimin edhe me letra, do të thotë për shkak të kaluarës familjes, janë shiqur me tjetër sy ato familje, nuk i kanë lënë që të depërtojnë në... Profesor, të flasësh për jetën tuaj dhe familjen tuaj, do të duhet ne të tëra të bësh emisione për të kaluar në ai kalvar tjetër. Dhe ne duhet tepër të pyesim, në vitin 1975 ju keni botuar një vjersh. Edhe çfarë përfaqëson për ju sot ajo poezi e vitit 1975? Shiqo, ajo vjersh është botuar në Rilindjen për fëmijë, redaktor ka qenë Ymer Shkel, një shkrimtar i njohur. Dhe për mu e kam bajt një javë ditë Rilindjen në dorë, për mu kur kam parë për herë të parë emrin tim në gazetë, mu ka duk puna më e madhe që kam bërë një jetë dhe diçka që ka qenë imagjinare. Dhe për koincidencë rasti sot kur bëjmë incizimin e emisionit është dita e librit, ma kujtohet titullin e vjershës që ka pas libri. Libri është ai që i ka hap horizontet e këtij kombi. Fatkeqësisht tash ndodhemi në një epokë tjetër, epokën digjitale, e cila po rrezikon librin fizik, po rrezikon medjen e shtypit fizik, por megjithatë libri do të mbetet sendi më i çmueshëm, i cili nuk do të mbetet vetëm nëpër arkiva dhe nëpër biblioteka, po shpresoj që specialistët do të shfrytëzojnë, sepse aroma e librit është ajo që ndikon në aspekt psikologjik në kokën e njeriut. Si lini pasioni i kësaj vjershe, a mund na shpjegoj pasioni, si nisi ato fjalët e para që ju e hodhën në 75-ën? Tash nëse kujton ndonjë frazë mund ta i thosh ose mund ta i recitosh? Po. Nëse është mund. Është aq shumë kam krijime si më detyru me recitu të gjitha do duhej si Homerin tim mbylli sytë dhe ne po kërkojmë vetëm motivi ka qenë rëndësia e librit për fëmijën, për arsye se ne i përgatiteshëm për mësues dhe ishte një thirrje, një mesazh për fëmijën se sa është i çmueshëm libri, se sa hap gjitha portat e jetës, dhe kjo ishte mesazhi i asaj poezie me 3 strofa krejt. A mund na recitosh diçka nëse e mban mend si vjersh? Nuk më kujtohet është periudhë 50 Unë kam kapur këtë vjersh ndaj komplet CV-s suaj dhe gërmova ai shumë sa të gjeja këtë vjershën për arsye sepse kjo ishte piknisja juaj në 75 dhe është diçka normale. Kalojmë te një pyetje tjetër. Në tekstin tuaj theksohet se letërsia nuk është thjesht pasqyrë e jetës. Sa nga jeta juaj, sa është pjesë e jetës suaj, a reflektohet vepra e tuaja në atë jetën tuaj të përditshëm? Në veprimtarinë letrare jo vetëm që pasqyrohet tek unë e kaluara, e thënë nga të tjerët dhe e lexuar dhe e mësuar nga libri, por reflektohet edhe bota shpirtërore dhe imagjinare. Ta zëm dramën e parë që e kam botuar dhe është ka fituar në konkursin letrar atëherë në Radio Prishtinë, ka qenë Dasmë në Male, viti 85. Dhe kjo
e parandien sot, sikur ta lexosh ose ta dëgjosh, është realizuar nga trupa e teatrit kombëtar në Radio Prishtinë, thuaj e pas ka shkruar gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Një parandien, se shkrimtari edhe parandien, është një orakull që parandien ngjarjet. Përveç asaj të ndodhurës, edhe kjo është madhështia, sepse po e tham një fjalë të urtë, një urtaku këtu Tahir Berisha që një njohur, i thët një fëqin, thët, basi Tahir unë jam maj urtë, se ti maj men që po më bjen men kur shdrypin kishnari këti fshat në fund të djeshkës. Masanejt gjithë dhe ju vjen men, po shkrimtarit i vjen men me kohë. Kjo është ajo madhështia artistike e krijuesit, për arsye se te ne fatkeqësisht përkundër një kulture bukur të mirë të leximit që ka qenë ne e kufirit, tani ka rënë pak leximi, por megjithatë unë e di që njerëz do t'i kthehen leximit, sepse nuk mund as TikToku e as mjetet e sociale, rrjetet sociale ta zëvendësojnë atë. Keni kaluar periudhat presioni politike nga më të vështirat, për shkak të bindjeve tuaja. Si i përjetuat atë kohë dhe sa i fort jeni sot ju? Miku im, ka qenë kohë tepër të vështira. Është dashur të hec, si thot populli, sikur për tehun e shpatës, si për urën e siratit të muslimanët. Për arsye se familjet me zë, familjet të cilat ka qenë kundërshtarët sistemit, ndonë se shumë kush mendon që në raport të rëzëm me Shqipërinë se këtu ka pas një liberalizëm, jo, për shqiptarët nuk ka vle kjo. Për shqiptarët ka qenë masa represive të vazhdueshme. Dhe çdo fjale imja është përcjell, është analizu. Ne kemi pas në për kolektivet ku kemi punu, përkundër shumë burra të mirë dhe njerëzve që kanë kontribuar, ka pas edhe të tillë që i kanë shërby sistemit me verbëri dhe na kanë bërë dam. Unë në vitin 82, mas ngjarjeve të 81-shit, jam përjashtuar nga puna për shkak të bindjeve të mia politike dhe mos gatishmërisë për të kundërshtuar demonstratat e studentëve. Dhe kjo më ka kushtuar, por megjithatë ka pas... A ishit ju pjesë e demonstratës së studentëve? Po natyrisht. Çfarë roli kishit atë? Nuk kam pasur rol organizativ, edhe pse kam qenë pjesë e legales, kam qenë pjesë tashti për juve, ndoshta nuk është e lavdueshme, por e me lykës organizatës marksiste leniniste, kam qenë pjesë dhe lëvizje klandestine të asaj kohe, sepse ne ndryshe vepronim punë, dhe ndryshe kur shkonim te shtëpia me shok, me miq, ka qenë një frymarrje mas vitit gjatë të 8, mas demonstratave gjatë të 8, kur kam qenë tepër i ri. Në shkollë fillore kam qenë atëherë, unë e di një mësues kur erdhi edhe e solli botën e re atër gazetës studentëve. Tha, ja, ne do të kemi universitet, sepse Kosova nuk ka pas universitet të në vitin gjatë të 70-ën është pavarësu. Do të thotë llogarit katedrën e gjuhën shqipe e ka pas në Beograd përpara se në Tiranë. Në Beograd është 56, në hapur në Tiranë është Fakulteti Histori i Filologji 57. Kjo ka qenë gjendja jonë, pozita jonë. Dhe a ruhet sot gjuha shqipe e mirëfillt pikërisht këtu në Kosovë, pasi ju jeni profesor, doktor? Ne në momentet kur diskutohej, kur ishte edhe në konferenca për ndryshkimin shqip që është majt para kongresit ndryshkimit, është majt në Tiranë, në Prishtinë konsulta, kemi pas etje që ne shkruajmë dhe të flasimi, sepse tekstet tona nxirrshin gegnisht. Unë në abetaren time, kur kam mësuar, nuk e kam mësuar nëna, por nana, me atë tekstin dyfisht që ka qenë, do të thotë gegnisht. Librat kanë qenë tërësisht në gjuhën letrare gege. Por pasuria më e madhe është edhe vendimet kulmore, një këmbë, një gjumë, një flamur, një shtet, është kongresi i 72-ës, ku të bunë 84 kujtoj kanë qenë pjesëtar me drejt vote në kongres nga gjitha trevet ku flitet shqip, dhe u dakorduan se ishte me leveruar që të merret një nga dialektet, të merret bazë për themelimin e gjuhës letrare. Dhe përkundër zërave që tani ngriten, për mu është dekadencë me kërkue norma, natyrisht duhet pasurohet, duhet shikohet gradualisht, por ajo që është e qëndrueshme duhet mbetet
Italianët i kanë 14 dialekte, kanë marrë një dialekt, Gjerman 15, rallkun ka ndodhur që më bë një hibrid bashkimi i dialekteve. Prandaj Profesor, si në kohën ne kemi bë garë në të kohë në njëri tjetrin që të shkruajmë dhe të flasim gjuhë letrare. Ende po miratu drejtshkrimi. Okej, po si runi libra, ku i gjeni librat, shkrimet që ju merreshin se atëherë ishin të ndalura? Po. A ishte vështirësi kjo? Dëgjoj, biblioteka e shkollës time, po edhe këtu e këtij rrethi në Komaran këtu, që ka qenë krejt 2 romane më kujtohen që kanë qenë gjuha shqipe dhe të autorëve shqiptar. Ai kanë shkruar shqiptar tash nuk e di, është romani Rrushi ka nisur pjeksin në Hasanit, edhe romani për fëmijë Lugjet e Verdha. Të tjerat kanë qenë romanet përkthyer, librat përkthyer nga autorët slav dhe të huaj, sepse nuk Si gjenit ju në ato kohë vite, në ato vite që fusën librat shqip? Ne edhe ilegalisht. Ka pas libra që rjet përmes konsulatave të Shqipërisë, që duhet falenderojmë, janë shpërndar libra dhe njerëz të ilegale s'kanë sjellë në Kosovë dhe i kanë shpërndar, kemi lexuar natën. Ka ndodhur që libër që e kemi përshkruar me dorë, sepse nuk ka pas makinë fotokopimi, sikur tani. Dhe me elanin më të madh është lexuar dhe komentuar dhe ka ndikuar në formësimin e Si shpërndaheshin në auditorët e juaj në ato vite librat shqip, sepse ju sapo më lart thatë që ishte të ndaluar. Kush ka përshkrutoje gjithçka. Por ju si arritët që të merri këto libra shqip apo ti përçojnë te shoqëria juaj që ishin në një universitet me ju? Duhet ta rrefej një rast që përmend libri, për shembull, Gjarpit e Gjakut nuk ka kur gjë antisistemit, po për shkak të burgosjes së autorit, Vadim Demoqit, është ndaluar edhe libri. Unë kam pas me këtë për të mirë një paluca ka qenë bibliotekist në shkollë normale. Ma jep ke edhe qirsin kish besim me him me lexu. Edhe rastisht kam gjetë Gjarpit e Gjakut, botimi jetës së re, në një vend i libri i holl. E kam marrë, nuk i kam tregu as atij bibliotekistit, ja unë shove, kemi lexuar, kemi përshkruar. A ka ndonjë rast të tillë që në universitet ku ju bashkë me shoqërinë tuaj studentar, shqiptar apo serb, sepse normal në universitet janë të gjitha llojet që mësojnë, vinë për të edukuar, për të marrë ato dijen e tyre, që jeni persekutuar në thonjë se do ta thosh në ato vite, sepse është pjesë e ju që mund të ma të tregoni që jeni kapur me libër dhe gjatë kohës jeni kapur me këtë libër, institucioni ka marrë masa nga ndërshkuese ndaj ata që lexojnë shqip. Duhet të jem korrekt para shikuesve se gjatë të teta deri në të dhjetënishën është një periudhë, nuk po them që kemi qenë në Republikë, po një frymëmarrje më e lirë ka qenë për shkak të problemeve që ka pas Jugosllavia mes republikave e Krajinave atëherë, edhe u lejue një frymëmarrje më e lirë, po edhe përdorimi e departimit, përdorimi tani i autorëve shqiptarë, hyrja e tyre nëpër libra, lexime të tjera. Por librat që ishin të ndaluara ka ndodhur që kur janë bastis familjet, ju kanë gjetë miqve tonë, nuk më kanë ndodhur asnjëherë me pas të lash, por miqve shokëve të mi, ju kanë gjetë libra të cilat i kemi shpërndar dhe për ta ka marrë burg. Profesor, këtu do ta mbyllim këtë pjesë ne për të kaluar tek ajo pjesa që ju keni dëshirë për të bërë atë referimin tuaj në vitin e të kalojmë post 90-s, që në vitin 1998 lat profesionit dhe u bashkuat UÇK-s në DENIS si pjesë komandës për moral. Si ju kujtoni sot vendimin që ju kaluat në ato vite. Nëse këtë pyetje do ta nisim atje ku ju keni menduar të bëjnë pjesën e dytë të këtij emisioni. Zhvillimet në Kosovë pas vitit 89, kur u rrëmbye autonomia, ajo gjysmë autonomi që kishim, ishin vrullshme, ishin dhënshme dhe përkundër përpjekjes pastësore që ishte në atë kohë, u pa që nuk është rruga vetme që mund të vijmë deri te liria. Mas rënies së jasharëve, u pa se sa është më shmuar jeta apo liria. Dhe pas gjithë asaj përvoje time të mësimdhënies shumë vjeçare të rrëfimit për ngjarjet e lavdishme të historisë, të rrëfimit për krimtarinë letrare të reglindazve, të gjitha ato që ju kisha thënë nxënësve me kurreshtje, erdhi momenti që të marrë një vendim të rëndësishëm. Erdhi momenti si amanet i të parëve të mi, amanet i familjes që si lumi
kishin ndërë në gjakun historikisht për këtë vend dhe u pa që rrugë tjetër s'ka. O të qëndrojmë vertikalisht në trojet tona den baba den Ilire, o të praktisim këtë vend. Kjo ishte qëllimi i sërbëve që të pastrojnë terrenin dhe unë fillimisht isha në bashkëpunim me gjithë kreun e ushtrisë shqiptare të Kosovës, isha me disa nga shkollimi, me disa nga mëtaria politike. Pastaj aksionet e para i kisha botuar si lajme edhe në për gazetat e kohës dhe vendosa me 15 maj të vitit 98 që t'i bashkangjitëm të vesh uniformin në ushtrisë shqiptare dhe të marrë rëmbej armën e lirisë dhe të dalë të rështohem bashk me kolegët e mi, bashk me nxënësit e mi dhe ne fillum shtrirjen e rrofeshme të ushtrisë shqiptare dhe organizimin në gjithë territorin e Drenisës me pastaj edhe më gjerë. Unë mund të them se kjo është pjesa më e lavdishme e jetës time, pjesa më e mirë e jetës time, është e papërsëritshme. Dhe ushtria shqiptare është një emblem që shënon gjithë historinë tonë e përmbledh dhe sublimon në një vend. Kulmi i përpjekjeve historike për qëllim ishte pushka e ushtrisë shqiptare, pushka e Adem Shahit e Prekazit dhe pushka e Drenisës, që me pastaj ushtri në gjithë Kosovën. Unë nuk kam lyp poste, nuk kam shku që të marrë grada ushtarake. Unë kam shku që të bëj thjesht atë që i takon të gjithë shqiptari, sepse edhe u thriste të gjithë ata që janë të zotët armës, sepse rrezikoshin familjet tona, rrezikoshin pronat tona. Ne ishim në mbrojtje të qenjes sonë, në mbrojtje të identitetit tonë dhe nuk kemi bërë luftë çfarë akuzohemi tani. A ishte vështirë një profesor gjuhë, letërsie, të dilte të rrëmbente armën? Kishte vështirësi? Nuk ishte vendimi lehtë, sepse unë kisha çunat në zonat e luftës, kisha tërë familjen që unë kam mujtë të braktis, si që kanë braktis shumë të tjerë atë dhe unë dhe të marrë mërgimin e sy, por unë kisha majtë 10 vjetë si drejtues arsimi, kisha majtë shkollën Shqipe në Këmbë, isha edhe kryetar i kolegjiumit të drejtorëve të gjithë komunës sonë. A kishte rol fjala juaj në kohën e luftës? Aty ku ju ishit vendosur? Fjala ime ishte me ndikim. Bile nuk e harroj një porosi të një miku tim që tani është dëshmor, tha, të lutem sa herë shkon te familja, sillën në përgjith fshatin, le të shohin fshati se një mësues ka rëmbyer armën e lirisë, ka shumë rëndësi. Dhe unë jam i bindur që rrështimi im në radhët e ushtrisë shqiptare mas meje ka sjellë edhe shumë të rinj të tjerë. Dhe më vonë unë kam shërbyer në Drenisë, në brigadën 114, atëherë kemi qenë pa organizim të nivel brigada, po ka qenë shkaba 5 në pjesën e Çuçavicës dhe të Gospojës dhe luftës së Bardhit, luftën e Grykës, Lapushnikut dhe Drenisë. 4 muaj e gjysmë e parë kam shërbyer në zonën e Drenisë, më pastaj në marrëveshje me prorët e mi, jam marrë vesh që të vazhdoj shtrirjen e ushtrisë shqiptare në zona tjera dhe kam shku në zonën në Rëdimës, ku është Reçaku, ku kam përjetuar atë ngjarje nga afër, ato luftime 5 ditore të pandalshme dhe një qendresë stoike e ushtarëve të ushtrisë shqiptare atje. Dhe kur unë dëgjoj sot gjithë këtë luftë anti-UÇK, sinqerisht e kuptoj edhe historinë edhe të kaluarën më mirë, sepse ne kemi obligim që këtë luftë ta sjellim në libra shkollore, ta sjellim programe shkollore, ta sjellim librat historisë, në librat leximit, të ngritet vetdia kombëtare, sepse ne rrezikojmë në këtë mënyrë me këtë globalizëm tash, nëse nuk kemi të vetëdijshëm, rrezikojmë të humbim atë që kemi ruajtur në rrethana dhe më të vështira. Për qëndruar të kjo përgjigja juaj, unë do të kisha edhe një pyetje tjetër, a pritej kjo luftë, pasi ju jo vetëm intelektualët e Kosovës, por shumë qytetarët e Kosovës, populli i Kosovës, nuk po detyronte dot më. Dhe a ishte e pritshme? Lufta ishte e paevitueshme, sidomos deri në vitin 95,
ka mund të arsyetohet lëvizja paqësore, sepse e ka rëndësinë e vetë masovizimit ndërkombëtar, sepse brenda Jugosllavisë nuk e kanë ditë kush Kosovë mos flasun për bashkësinë ndërkombëtare. Ajo nuk mund mohohet, lëvizioni jam intelektual dhe nuk mund të vej ndonjë prerje në bes saj. Por erdhi momenti kur në Dayton, 95 ishin tubuar gjitha mbetjet e Jugosllavisë dhe aty nuk ishte ftuar Kosova. Shqiptarë amerikanët organizuan protesta, demonstrata atje, thanë pse s'jem ne këtu, nuk jeni, thanë amerikanët se ju s'keni luftu. Ishte një thirrje që edhe ju duhet ta bëni këtë. Prandaj ishte e pa evitueshme. Fati jonë që ne jem të fundit në Jugosllavi, në atë grehurinë artificiale që ka qenë, që e kemi njeh këtë rrugë për arsye se faktikisht sikur të kishim filluar të parë, do të rezultati do ishte më i egër, sepse bota tani kishte kuptuar kush është fytyra e Serbisë dhe e regjimit kriminal, dhe kjo ishte një lehtësi për neve që edhe u rreshtu për herë të parë në botë, për herë të parë në gjatë historisë, kjo pjesë e Shqipërisë u rreshtu me forcat aleate fituese dhe bëri atë që nuk ka mund të bëj asnjëherë gjatë historisë. Asnjëherë s'ka pas konferencë ndërkombëtare për Kosovën, do organizu konferenca e Rambujës që i solli bombardimet e NATO-s dhe kënde kishte NATO-ja këmbësëri e kishte ushtri shqiptar të Kosovës. Asnjë ushtar i NATO-s nuk është vrarë në Kosovë. Pas bangave të shkollës, pjesë në vijën e frontit, pjesë e komandës UÇK-s në Dreniç, çfarë mbetet sot nga ajo provojë që ju kaluat? Është një provojë që as në shkollë, as nga librat, as nga rrethimet nuk ta mëson njeri kur e prek me dorë çdo gjë e ndjen më ndryshe. Ndjesitë e mia unë u shpreh shpesh nëpër dhe mbesave të mia. Pastaj ato ngjarje, zhvillimi i tyre është i papërsëritshëm. Këto ngjarje edhe një herë duhet për ligjin, me njohjen tonë ndërkombëtare, me njohjen e aspiratave dhe vullnetit politik të kësaj pjesë të popullatës dhe natyrisht me mbrojtje me ligj të vlerave të kësaj lufte të shqiptarëve të Kosovës, sepse kjo është shejtëria historike e kësaj pjesë të Shqipërisë. Pas luftës vijot angazhimin në institucionet dhe në media. Si shihni sot tranzicionin e luftës dhe ndërtimin e shtetit Kosovës? Unë kam pas ëndër që Kosova të ketë ushtri. Gjatë shkollimit, shihja kazermat e serbëve që ishin midis kryeqendrës sonë në Prishtinë. Dhe thoja, a do të vinë ndonjë ditë që do të flitet shqip këtu? Dhe erdhi dita, tani kem kazermën Adem Jashari. Dhe unë pas lufte me njëherë u rreshtova në forcat e sigurisë së Kosovës me dëshirën e madhe që të bëjmë ushtri. Po megjithatë, duke i pas 40 vjet në atë kohë, unë e pash se duhet të lëshuar radha të rinjve që të rekrutohen në ushtrinë e Kosovës tashme të rinjët dhe pash perspektivën time edhe pse mu ka duk sikur të bëjnë ndonjë ikje nga fronti, megjithatë e kam parë se me duhet që të marrë një shtektim të ri. Shokët me ftuan që të jem pjesë e organizimit politik në komunën e Drenasit. Kam qenë njerë shefi i zyres kryetarit komunës, pastaj shefi i zyres për informim e dikur drejtor i drejtërisë komunale. Kam qenë 2 herë më i zgjedhur, më i votuar nga populli në asamblenë komunale. Pas saj kam qenë edhe kandidat për deputet të Republikës Kosovës që njëherë kam fitu pas saj pa dhe fatin që ta anulohen disa vise dhe mbeta për pak pa shiju këte. Mirë po me ftuan në Ministrinë e Arsimit si këshilltar i Ministrit të Arsimit Rambuja dhe aty kam dhënë një kontribut veçantë sepse është fusha fahu im i jetësor. Gjatë kësaj kohe kam vazhdu edhe me gazetarin, kam punu para se të shkoj në ministri disa vite, kam raportuar. Në të qëndrojmë pak të gazetaria, si shikoni gazetarin dhe në Kosovë dhe në Shqipëri? Gazetaria dikush me të sotmen janë pak krahasimisht të krahasueshme, sepse teknologjia, avancimi i teknologjisë e ka lehtësuar punën në aspektin teknik gazetarit, po e ka vështirësuar në aspektin e depërtimit të fjalës së tij të lirë, sepse atëherë gazetari kishte kujdesin kryesor të përdorimit fjalorit, të fjalës, fuqizimit, të lajmit e tjera. Ndërsa tani
është komercializu shumë qka fatkeqësisht dhe është bërë, kërkoj ndjes që po e tham kështu, se ka dhe gazetar shumë mirë, po është mercenalizue gazetaria. Prandaj, kjo e dëmton gazetarinë e Merfield. Ka kush vjen kjo, profesor? Kjo vjen nga oligarkët, vjen nga pushteti kryesisht, sepse as oligarkët që ne bëjnë këtë pa mbështetjen ligjore, pushtetore, do të thotë që fillimisht ata janë të lidhur me pushtetin e pastaj lidhen me median. Dhe kjo dëmton edhe elektoralisht mendimin e lirë, votin e lirë qytetarit. E mungon se reflektohen formimin e vetdijes të qytetari, do të thotë dëpërton edhe lajmi hibrid, edhe rremja, edhe gënjeshtra. A do të qëndroj gazetari i fort përballë këtyre dilemave të mëdha sapo ju thatë, apo thjesht gazetari do të bëj punën e gazetarit të nështrot asaj pjesë që ju i përcaktuat për këmbëllar? Ne nuk kemi nevojë që ta shpikum ujin në nxehtë, por ne do të marrim modelet e shteteve të avancuara gazetarive, shteteve evropiane, SBA-s, do të thotë perëndimit dhe fuqinë e një gazetari. Natyrisht. Mas pari gazetari duhet jetë i përgatitur intelektualisht dhe duhet jetë i profilizuar. Sepse ne në bisedë sipër e tham bashkarisht, e thash një fjalë që unë kam ja ngushtuar i poezi gjithologëve, sepse janë bërë gjithdijshëm. Flitet për linjën e afërt e din gazetari, flitet për Rusinë edhe për ata e din, flitet për Amerikën e din, flitet për ekonominë, për shëndetësinë, për arsimin, ta na din. Nuk ka gazetar që e din gjitha. Profilizimi është shumë i rëndësishëm. Ideja jote si profesor në letërsi do të thotë që do të jetë një ndarje racionale të gazetarëve të modeleve të ndryshme duke përzgjedhur një profil. Natyrisht, profilizimi, përveç profilizimit, duhet edhe pavarësia e gazetarit të jetë guxim. A ekziston pavarësia e gazetarit? Jo fatkeqësisht, janë të rrallë gazetarë që qëndrojnë vertikalisht kem vetë. Për arsye se është e egër kapitalizmi, ne kemi 50 vjetë. Prandaj mund të themi se ka dhe ligje që konkurenca themi edhe dëshirojmë të jemi konkurenca në çdo pore të jetës, por nuk është krejt konkurenca, është edhe serviliteti, janë edhe shumë elemente tjera që ndikojnë në këto dëme që bëhen gazetarisë. Si profesor i letërsisë dhe i botimeve shumë librave, një bibliotekë shumë të madhe dhe një vend shumë i bukur ku ju jetoni pikërisht ju sot na keni sjellë në një vend shumë piktoresk për zonën dhe fshatin tuaj të lindjes. Si profesor dhe si studiues, si e vlerësoni sot gjendjen e arsimit në tërësi të leximit, të shkrimit në gjuhën shqipe? Dikur ishim rob të leximit dhe misionarët e dritës, mësues tanë, kanë kryer një shërbim të rëndësishëm, sepse edhe programet shkollore kishin obligim, ishte leximi detyruar, lektura shkollore që ne i themi. Do të thotë ke pas të obliguar që në gjatë një viti shkollor s'paku 10 libra t'i lexosh. Tani, veç për të them një shembull, për luftën partizane ka libra për heroj të Jugosllavisë që kanë mësuar njerëz këtu. Sot nuk e ki një libër të Merfield për luftën e ushtrisë shqiptare, ose një roman që t'jetë lektyrë e obliguar shkollore. Kjo ku do t'ja bënit kërkesë këtë profesor, sepse po ju thoni drejt për drejt në emisionin Personazhe në Fokus, a e keni thënë në vend tjetër aty ku dëgjohet fjala juaj? Atje ku duhet e kam thonë edhe në aspektin e botimeve të mia që i bëj kohë mas kohe. Këto kërkesa i kam shtruar dhe kjo duhet të jetë kërkesë për Parlamentin e Kosovës edhe për qeverinë e Kosovës. Qeveria duhet ta ketë prioritet arsimin s'paku 2 mandate. Dhe ne kemi qenë tetur për shkollën në Kosovë, për letra. Ka mbaruar ajo. Tani na duhet cilësi. Cilësia krijohet në këtë botën e qytetëruar, i kitë 80% të atyre që mbarojnë maturën shkojnë në shkolla profesionale, aftësimi dhe formimi, ju i thënë ne i themi aftësimi dhe arsimi profesional, dhe aty është perspektiva. Më e fortë ka qenë shkolla profesionale në kohën e Xhaxhit Enver se sot që e keni. Se ka përgatit mjeshtra të caktuar, fusha të caktuar me njerëz që është dashur ekonomisë. Sipas ju thoni që arsimi para viteve 90 në Shqipëri ka qenë më i fortë se arsimi pas viteve 90 sot? Me kompetencë, po e tham, me kompetencë, natyrisht që kanë ndërtu kurrikulat e reja bashkohore, ka filluar që t'jenë qendër vëmendjes nxënësi, jo më mësuesi, ka filluar mënyra, ka ndryshuar mënyra mësimdhënies, që është interaktive, kabinetet, këtë, po nuk është mjaftueshëm. Shiqo,
në arsim nuk do të bëhen eksperimentet shpeshta. Arsimi duhet gradualisht ndryshohet dhe të përshtatet, por ne nuk mund të bëjmë arsimin finlandez për një ditë, sepse ne piknisja jonë është më e largët pak. Prandaj këtu ne mi përpjekë në Kosovë, po flas, po edhe ju, se ju e keni marrë kurrikulën nga ne. Unë jam njëri prej hartuesve të kurrikulës së Republikës Kosovës. Po pa para nuk bëhet ky ndryshim. Ne mendojmë me ndërtu vetëm rrugë, spitale, ambulanta, janë prioritet është shkolla. Kur kem shkollë të duhur dhe cilësore, keme pas policë të mirë, gjyqtar të mirë, mjek të mirë, mësues të mirë, ne po prodhojmë sasi. Dhe atë cilësinë që po prodhojmë, sipas ju prodhojmë sasi, po s'kemi cilësi. Cilësi kem shumë pak, ata që janë të mirë, po ikin jashtë po studiojnë. Dhe po na i merr të gatshëm perëndimi. Po na i merr njerëz tonë se ne kem njerëz jo pak në diasporë që faktikisht i dhan model mund të jenë edhe për perëndimin, si jo veç për neve. Profesor, sipas jush kjo është që këmban alarmi që ju thoni sot? Arsimi është bile ka kohë që bin këmbanat për ndërhyrje në arsim, për ndryshim. Si nuk bëhet kjo, profesor? Për arsye se mendimi im është sepse të gjithë janë rëmby mas kapitalit, mas profitit personal, dhe e shohin personalen. Nuk e din që askush në botën e historisë nuk ka hyrë si njeri pasur, por ka hyrë si mendje ndritur. E mendjen e ndrit vetëm shkollimi, vetëm shkolla. Unë e di që rolin e familjes nuk mund të ndryshoj kërkush, sepse është komplekse formimi, procedurë komplekse formimi personalitetit djeriut. Mas pari familjet nuk i kem në nivelin e kërkuar, sepse ne kemi përqafu demokracinë me nguti, drejta e njeriut, e drejta e femrës, e drejta e nxënësit, e drejta këtij, pa e përshtat me kushtet tona që i kemi. Unë tham edhe një herë që nëse dojmë të kemë shoqni shnosh, do të kthejmë kokën nga arsimi. Kjo është alarm kamban që bin ane dhe këndej kufirit. Hiq ma mirë nuk jeni dhe ju edhe pse keni kuadra ma shumë, edhe jeni ma herët në vazhdën e shkollimit, sepse keni pasur 100 vjet para ne shtetin, po megjithatë pa krahasueshëm po e them se tash ti marr kufi nuk shohun ane këndej kufirit jemi një. Unë do ta bëj një pyetje të tillë profesor për baremi që e nxorë vetë këtë pjesë, sepse kjo ndarje midis një shteti, një kom, po kemi një ndarje. Si e gjykon këtë? Jeni profesor, keni shkruar shumë, keni marrë titull shkencor, keni bërë referate, simpoziume, gjithçka. Shiqo, une ndoshta për shkak të nostalgjisë madhe të Bashkimit Kombëtar, jam subjektiv. Ka zëra në Kosovë që dëshirojnë të shpikun kombin kosovar. Kosovar është edhe Romi, edhe Serbi, edhe Bosnjaku, kosovar. Por kombi shqiptar është një dhe i vetëm. Ata përcakton territori, gjuha, dokët, zakonet, gjitha këtu janë që janë veçanta. Prandaj nuk ndahet. Ne jemi shqiptar të Kosovës. Kështu në për veti nuk mund t'i them kur edhe në gazet, kur ndonjë kolege shkrujt e kosovar, ja kum të rjek vrejtin të lutëm, mos e përdorte. A ka të bëj kjo profesor me letërsinë dhe shoqërinë tonë, apo për të mbetur një trashëgimi të mjaftueshme tek të rinjët? Të rinjët, ndëgjon neve na merr mendja në Kosovë të 80-nishën jemi friksuar që ka bën ndikim kultura slave, vishin emisionet ndryshme, shoqëri kulturore artistike nga jashtë në Kosovë, nga viset e Jugosllavisë, vinin këngëtarë të ndryshëm që ishin të popularizuar dhe kam i menduar të 80-nishën që të rinjtë e Kosovës i kanë la durt, kanë marrë frymën jugoslave, por kur shpërthyen ngjarjet, u mbushën sheshet, u mbushën rrugë kundërshtim pushtimit. Edhe tani shumë kush e kanë nga frika, sepse ne që e kemi një moshë caktuar, drone e kemi pak më të madhe. Jo që friksohemi, po kemi drojtje që mos po ndohë, që mos po na i rëmben perëndimi, kultura perëndimit, reflektohet natyrisht këtu. Po nëse ndërtojmë shtet demokratik, çfarë vërtet duhet, shtet ligjor, jo shtet liderësh, se popujt primitiv bëhen marak shumë në lider. Kam lexuar dikun Timuri Lindor është pavarësu bashkë me ne dhe atje ishin 70% analfabet jo funksional si të ne si janë po klasik, si s'din shkrim lexim, edhe në gosht
në flet votimi kishin fotografitë e liderëve pingulshin ngosht për mi numëru ma lehtë, din. Na jim të tillë. Monizmi e ka bot veten dhe e ka lënë mbragën e ndikimit të liderit. Ne nuk duhet bëhemi marak për liderët, se liderët shkojnë e vinë. Shteti duhet bazohet në ligj. Ma mirë në ligj i keq se sa pate. Prandaj gjakoj që të kem shtet ligjor demokratik, sepse ne kemi mundësi vërtet të jem forcë balancuese në Ballkan. Për arsye se shqiptarët tani në aspektin numerik dikun janë të parafort me serbët, janë populli më me ndikim, por duhet që disa gjërat i kenë përbashkëta. Ju keni qenë dhe zëdhënës në Ministrinë e Arsimit më tarë. Po. Si shikoni dorën e specialistëve tuaj apo politikën e jashtme pikërisht jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri? Specialistët e huaj vinë te ne edhe te ju, që të bëjnë punën e tyre, që të shpërndajnë idetë e tyre, që të bëjnë implementimin e programeve projekte të tyre që kushtojnë me lek, dhe ne duhet jem ata që i orientojmë, se jo ata të në orientojnë ne, po të i orientojmë që ndihmesi jenë të mirë së ardhur, sepse kanë bërë ndihmes të madhe, nuk mund të mohojmë, ndihmesin që kanë bërë. Por, ju domosdo, çdo gjë që vjen nga jashtë, do të merret në mënyrë selektive për zgjedhjet. Edhe të kanalizohet ka ti don, se ti ki timonin në dorë. Dhe derisa unë në atë kohë e përmend po duhet të them që tash 3 vjet e kam mbajt në gazetën te ju është mësuesi, unë ja kam mësuar prefiksin i Kosovës, mësuesi i Kosovës, e kam nxjerr 3 vjet kam qenë kryeredaktor i gazetës. Dhe i duhet shkollës, por pavarësisht zhvillimit teknologjisë se krejt një gazetë e shtypur, e mësuesit që të gjejnë orientime programore, të gjejnë programe mësimore, modele, të gjejnë modele mësimdhënësish që t'i ngjaj njëri tjetrit dhe ta afirmohet, sepse vetëm kështu ky mision ka që rëndësishëm, do të fokusohet natyrisht edhe me paga dhe me pozitë pak më devotshme. Pak më lart ju folët për doget, zakonet e vetë popullit të Kosovës, ku këtu përmblodhe dhe gjithë historikun, jo vetëm të luftës, të bibliotekës tënde, të shkrimeve tuaja, do shkrimeve, historikun e gjitha në radhë. Pikërisht sot këta të rinj e ruajnë këto doke, a e mbajnë gjatë këtë histori që ka trashëguar Kosova për vitesh? Para se të flas për doke dhe zakonet, vish për marrë segmentin e luftës të fundit që e fokusuar, unë kam pas rast me vizitu që na ka lanë. Dhe ajo është luftë e vitin 1915, ku i pash 20.000 shqiptarë të vrarë, që kanë shku për babën mbret për vdek atje, din se në bëha marak në liderë, në mbretën me përqafu, po pash diçka të mirë që mund merret model. I pash istikamët, i kishin ngrit, i kishin rregullu bukur, pash filma kishin bëha muzej, ku shfaqe filmit, a merr kemenja se ti je në traget edhe është duke dëgju me topa i tjetri. Apo kupton, e kishin ngjallë, e rin gjallë, që kur shkojnë në zonë ekskursione ndryshme me pa praktikisht se si është zhvillua ajo, dhe kështu krijohet vedia kombëtare. Prandaj po them, ai model do të ishte i mirë me i bën gjitha, se dikush mendon që veç një betejë shkoshare është edhe s'ka tjetër. 200 beteja ti numëroj, 300 që i kanë bën ball për ball ushtria shqiptare me ushtrinë edhe policinë serbe. Por ne patëm bisedën të ruajtja dokeve zakoneve. Drejtësinë, fillimisht, e drejtë e shqiptarit, historikisht ka qenë kanuni lek Dugaxhinit. Është trashëguar mirë si ka qenë më mirë ajo përkundër të këqijave që i ka pas dhe ndarjes drejte si ju ndoshta çfarë e kanë pas popujt tjerë. Po megjithatë ka qenë një ligj që njerëzit nuk ju janë bind vendimeve të gjyqjeve të hujve pa kalu nëpër qergën e burrave o gjakun e burrave. Dhe kjo është një dok. Anton Qeta, bashkë me inteligjencën e Kosovës, ku isha pjesë edhe vetë, boni pajtimin e gjatë dhe ajo ka hapë shtigjet për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, se u bën pajtim gjithë kombëtar në Kosovë. Prandaj, duket ne jemi përpjek mirujt, duhet në çdo shkollë të funksionojnë shoqëritë kulturale artistike. Duhet në çdo komunë spa ku të ketë një shoqëri kulturale artistike. Ne kemi pas një ansambël
shota në drenas që i ka rujt, shot Galica, i ka rujt me kurreshtje këtë, po do këtë zakonet, po është edhe një festival, nivel drenasit ka qenë për para Glogovësit, është drenasi 2015-2016, është majtë për çdo vit, po që 3 vite s'o shty majtë. Është keq që është ndërprej, sepse aty vinin gjitha shoqëritë kulturalistike edhe nga Shqipëria, nga gjitha trevat, shqiptarë dhe manifeston njeriu, nuk e din se veshja ime e Kosovës ka ndryshuar me për shemb veshin e Jugut, ose kapele, ose ajo, se çka është kjo kështu. Po kur e sheh ai polifonin për shembull, ai sot nuk e din i riu i sot në Kosovë është që kanë ekzistuar këngë polifonike të mrekullueshme që të papërsëritshme. Prandaj gjitha këto duket e martesës e rritet e festave të ndryshme edhe fetare edhe kombëtare duhet trashëguar se përmes tyre ruhet e kalura edhe identiteti. Profesor, për të kaluar te pyetja e fundit, unë do të bëj një pyetje në lidhje me politikën. Diskutuam gjëra gjatë, gjithë jetën tuaj, historikun tuaj, biografin tuaj, pikërisht atë pjesë që ishit pjesë e luftës Kosovës ne prekëm shumë pak, pasi të hyjmë historisë do të jenë emisione të tëra për ta sjellur aty drejt për drejt aty çka shikuesit kërkojnë çdo ditë të gërmojnë aty tek ajo histori që me të vërtet është larë me gjak. Por unë do të flisja pak dhe një pyetje domethënëse nëse kishit mundësi të ktheni një përgjigje, si shikoni politikën e Kosovës me politikën e shtetit mamë Shqipërinë? Pa Shqipërinë nuk ka Kosovë. Këtë duhet ta di çdo lider politik edhe çdo njeri që e ka mësy këtij fronti. Ne jemi një, pavarësisht mirë do të ishte të jem 2 shtete, na kanë njohur 120 shtete, sepse 2 flamoj, 2 vota nuk e bëj çdo kun, por është një rrugë goxha e vështirë. Unë jam skeptik te çështja e përdorimit të vetës në fshitin e sigurimit të shteteve të fuqishme. Prandaj pa njohjen na shtet jemi, po pa njohjen ndërkombëtare është goxha problem. Por me kalu atë sfidë do të gjejnë një shteg. Po kjo është çështje e diplomacive edhe fuqive të mëdha më shumë. Por ne duhet ta bëjmë hizmetin këtë drejtim. Ne. E dyta, aktualisht vështruar, ka ecje nuk mund të mohon, ecje kur pin dëgjoj 24 vjet kanë shkatruar, po çka kanë shkatruar në Kosovë, çka ka pas ndërtuar në Kosovë, që kemi shkatruar ne, kemi shkatruar Serbinë, ne kemi nga këtu. Janë bërë rrugë, sot rruga Kombit, 12 orë është dashur të marrë në Tiranë përpara. Erdhe për 1 orë e gjys. Jenë bërë spitalet, jenë bërë shkollat, policia, ushtria, kushtetuta, 120 njohje, diplomaci, përfaqësim. Këtu jenë arritje, nuk do të me mohu. Në Shqipëri, unë e di që ka dhe atje gabime në qeverisje, ky polarizimi, që po përcillet të na, po vjet tash gradualisht një përqamje e të mërshme, e pa nevojshme. Ti dil nga orë konkuro me ide. Jo, ende na merremi në treva shqiptare, nuk bëhet gara politike për ide, edhe për ta bërë më mirë shtetin, po bëhet duke e përfolur njëri tjetrin, edhe duke mohuar aktivitetet punë të mira të njëri tjetrit. Nuk ka fillu njerëzimi me individin, sepse na shohëm se ku janë ata liderët e mahershëm. Si janë fare, që zogën e keni kthy në qendër të Tiranës, ishte edhe në vetë unë se di ku janë. Do të thotë lideri. A ka historinë e Roxha? Si mendoni? Unë besoj po, ndëgjom. Unë nuk du me hy se familjet që më dëgjojnë që janë përsuktuar, që kanë qenë, që kanë mësuar nga sistemi, i kuptoj. Po as se ka pruar në Hoxha krejt komunizmin në Shqipëri, e as nuk e ka mbajt. Janë sferat interesit, shohim se si bëhet politika botërore. Është e vërtet që është përshkallëzuar pak tepër socializmi. Që në Jugosllavi popujt slav kanë pas në raport me Shqipërinë kanë pas një liberalizëm më të madh. Tjetër se na kemi qenë tjetër kombë dhe na kanë diskriminuar kontërisht. Është diçka tjetër. Por te ju ka qenë i përshkallëzuar për tepërmi ideja e primimit nga 2 gjëra, gabimet që janë bërë se do të mi pa. Gabimi për mua esencial që është bërë në Shqipëri është primimi se njeriu lind me 2 intuita, me pas edhe me besu. Me privu për besimit edhe për pronës, ka qenë gabim për tërsisht. Prandaj këtu, peshini pasojët i keni ende dhe sot e kësaj dite. Por, Enveri ka lanë,
ka trashëgu një shtet analfabet 90%, duke zakone e vllavrasjet të mërshme, janë evituar dhe pa të mirat, se çdo pushtet i ka të mirat të këqija të veta. Ka sjell një arsimim, ka sjell një kulturë, pastaj unë e di që në ato televizione që kemi, një televizion ka qenë, po kur i sheh shafatosat i dalin nga kjo rrugë në pjesën tjetër me puthën në faqe, se ki ma dashni që ka ekzistu, nuk ka qenë këtë i pavullnesshme e dërtërkitja ato e njerëzve. Unë e kuptoj rrethanat e përsekutimin e këtë ato. Socializmi ka dështu mu për këta, për shkak të imponimit të ideve dhe mos dhënien e mundësisë me mendu ndryshe. Kjo është çështje që i ka taku një sistemi që dështoj faktikisht. Profesor, ne jemi tek ajo pjesa e fundit për mesazhin. Mos t'i ngjajmë kështjellës së Rozofatit, legjendës së urës fshehtë. Atë që kanë ndërtu 30 vëllezër me mund e sakrificë me renu. Më lehto me renu se sa me ndërtu. Prandaj këtu do ta kem mendjen. Cili do të ishte mesazhi juaj sot për të gjithë ata që shikojnë emisionin Personazhe në Fokus, për të gjithë shqiptarët që janë në trojet shqiptare dhe kudo në botë? Mesazhi im kryesor është që të punojmë për Shqipërinë. Vetëm një Shqipëri e tërë dhe e bashkuar mund të shërejë gjitha plagët shekullore të këtij kobi. Për të bërë një Shqipëri të bashkuar, ne do të ngjajmë të tjerëve. Duhet zhvillim më i madh ekonomik. Pa zhvillim ekonomik nuk ka as zhvillim arsimor, edukativ, as shëndetësor, e as shtetëror. Dhe t'i ruajmë miqt. T'i ruajmë miqt sepse pa miq është problem me qëndru këto rrethana gjeopolitike. Ky ishte gjithçka rrëfimi i juaj, profesor doktor Rakip Gjoshi. Një jetë të përkushtuar ndaj dijes, fjalës dhe adeut. Një histori që na kujton se përtej sfidave mbeten vlerat dhe kontributi që i lëm shoqërisë më pas. Faleminderit të dashur shikues që ndoqët këtë emision Personazhe në Fokus. Mirupafshim në një takim të ardhshëm me një histori dhe figurë që bëjnë diferencime në jetën tonë të përditshme. Miru takoheshim të shtunën e ardhshme me një personazh tjetër.